kur vinë vitrat me dhona përnesh, sa pyetja. Vitri o vllaznia, vitrat me dhona, një familje 5 anëtashe, 20 euro ato. 4 euro, qështu 4 euro, 3 euro, pa 5 euro me komën 25 euro. 25 euro, kajtë familja e blen, do me thonë, mundësin e pastrimit të agjerimit që me të shkën gjenet. E kuptën të qka është vitri, për në ka unë, me të qka bën, qka është sadakatul fitri, pastrim për gjenimin, pastaj ushqim për të varfën. Në qitu 25 euro, familjarisht, kolektivisht, që pastrohet çdo njolla e agjerimit, edhe Allah e ka destinu ku duhet me shku, ku duhet me adhon, a i thot, a bën minimum një studenti se po shkollohet. Që Allah studentet 20 euro minimum? A s'ka tjetër 20 euro shtjerë minimum, veç me qëtët vitër të minimum? A i donë me kry edhe raportin familjar të kom një mu, apo kër e konë studime, me vitrat të kom pa një mu atë. Ja, unë një për vitrat s'janë, vitrat nuk janë për më shnosh i smuti. Vitrat nuk janë për më shkollus, me mbyll krejt, vrimet e, s'janë për të ollopëtën. Aktivizani kanalet tjera të sadakas, që mos detyrum të një vitat me ngushtu në krejt aktivitetin bamirës një tonë, e ka me vitat me zekata, që i kaqë.